Dhe Islami nuk veçoj se çfarë pune ne duhet bëjmë, por se Islami na thiri që ne kot mos trim, ne kot mos ta presëm kohën e namazit të radhës në xhami duke flet. Ne të mos qëndrojmë në kafe të presëm namazin e arshëm, por se Islami neve na thret që të punojmë pavarësisht sa paguhemi, pavarësisht çfarë pune të bëjmë dhe asnjë punë të mos e nënçmojmë. Sot ne iritohemi me njerëz të ndryshëm të cilët janë në gjendje të qëndrojnë pa punë, janë në gjendje të qëndrojnë në përkafe, janë në gjendje me vite të tëra t'i humbin pa bërë asnjë gjë, vetëm sa ai nuk pranon shkaku i rrogës ose shkaku i punës që është e nënçmuar në thojza në vendin ku është duke jetuar, ai nuk i hin asaj pune. Ndërsa haron se i thot vetes se është ummeti Muhamedit alayhis salam. Të jesh ummeti Muhamedit alayhis salatu wassalam nuk do me thënë që të dukesh në pamje si pejgamberi, e as nuk do me thënë të falësh namazin mbas sunnetit. Këto krejt janë në rregull dhe duhet bëhen. E pjesë e ummetit pejgamberit alayhis salam duhet jetë në dijen tënde se ai nuk ka nënçmuar asnjë punë. Ai ka qenë edhe çoban i bekuar i Allahu dhul xhelal. Ai ka qenë çoban dhe i ka ruajt delet e Mekazve. Edhe pse pastaj ai ishte udhëheqës i Mekës dhe i Medinës. Edhe pse pas atij pastaj u lidhën dy qytete dhe ai është në vendin ku ne sot e kemi në thellësinë më të madhe të zemrave tona. Por se ai u abori me dije sahabëve se krejt të dërguarit të Allahut kanë qenë çobana. Çka deshtin na kallëzoj se çka kanë punuar ata, ose të na e lodh kokën se çfarë pune kanë bërë ata, ose të na tregoj ai se kush pas ka qenë dhe në çfarë forme ka arritë që të bëhet deri tek ummeti pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe të arrijë deri në vendin ku e çliroi Mekën dhe Medinën, jo të nderuar vëllezër. Por ai nëpërmjet kësaj na e bëri se nuk ka punë që duhet nënçmojmë ne. Por nëse ne duhet nënçmojmë dikë, nëse ne duhet të këshillojmë dikë, nëse ne duhet edhe të qortojmë nëse është nevoja dikë, duhet jenë ata njerëz që nuk punojnë. Musliman të cilët kanë lidh zemrat e tyre me xhamin, por se vetëm xhami i kanë ngel. Musliman të cilët kanë lidh zemrat me Allahun dhul xhelal, po kush hajrin s'ua ka pa? Pse? Sepse janë zënt me xhamin. Jo vëllezër të dashur, i zënt me xhamin në kohën kur është puna e xhamisë. Por se kur është puna e shoqërisë duhet të jesh shoqëri. Ashtu siç është farz që në kohën e namazit të jesh në xhami, është farz që në kohën e punës gjendesh në punë. Dhe në qoftë se nuk je në punë, je shtri dhe qëndron duke flet, do të dënohesh. Do të dënohesh për faktin se Allahu nuk e don njeriu e dobët. Allahu nuk e don njeriu që vetëm pret nga të tjerët. Allahu nuk e don një besimtar mashtrues, i cili ka mundësi të punoj për shtrin dorën për të kërkuar sadaka. Allahu nuk e don një person i cili mundohet me forma të ndryshme, me dallavere të ndryshme, që nuk i vjen turp të del para të tjerëve sa është i smut, i dhomin këmbët, i dhem midisi, a realisht kur gjohën nuk ka. Krejt këto i bën që del para kohë penzion. Krejt këto i bën që njerëzit ndjejnë dëmshuri për ata. Krejt këto i bën vetëm që njerëzit të vuvi keq për ata dhe ta ndihmojnë. Jo, pejgamberi alayhis salatu wassalam tha që ne në këtë dunjë, kur është në pjetje dunjoja, duhet punojmë sikur s'kemi me vdek asnjëherë. 70 vjet ende në punë është, po mirë në punë duhet jetë. 80 vjet hala punon i ka mbet dunjoja këtij. Jo, dunjoja si ka mbet këtij, por është duke bëj ibadet, mos e ngucat vjetrin që është duke i palu drutës, është duke bënë një punë tjetër. Por ti shikoj atrin i cili nuk ka mundësin ti ndonjë punë, se është filani, se është fisteki, ose kjo punë paguhet pak dhe më mirë qëndroj pa punë. Të dashur vëllezër, ne kur do të punojmë, pa asnjë dyshim, do të jemi larg mëkateve të cilat e i bëjnë njerëzit të cilët nuk janë duke punu. Kush përgojon më shumë? Pa dyshim që ata nuk punojnë. Kush shpif më shumë? Pa dyshim që ata nuk punojnë. Kush shpifet më shumë? A shpifet në përvendet punës? A përgojohen njerëzit në vende ku janë duke punuar? A përgojojnë njerëzit të cilët janë të zënë me punë? Jo. Kush përgojon? Kush shpif? Kush i përzin punët? Punët neve na i përzin ata që qëndrojnë në kafe tër ditën, edhe çka bëjnë? Atyre ju pengon aktiviteti i tjetrit. Edhe nuk ka rrugë tjetër për ta ul aktivitetin e tjetrit, atëherë çka do të bëj? Do të shpif një fjalë pa e di dëmin e asaj fjale se ku do të arrin. Andaj, ne sot jemi në një shoqëri ku nuk ngeli
profesor i nderuar po në shmu, po përgoju, po shpif, nuk ngeli hoxhi mirë. Cili është hoxhi mirë? Cili është udhëheqës i mirë? S'ka tek ne. Pse? Sepse edhe ai pak që punon ne do të mundohemi ta nënçmojmë, jo ta përkrahim. Pse? Sepse njeriu kur vetë është pasiv, çdo tjetër njeri që është aktiv aty pengon. Andaj, duke qenë aktiv në punë, jemi larg përgojimit, një vesi shkatrues, jemi larg shpifjes, një vesi tjetër që dërgon zjarr xhenemit. Duke qenë punëtor, nuk do të kemi probleme me mërzimin, me pikëllimin, vëllezër të dashur. Sot kemi probleme të shumta me trit. Nuk ju jetohet, shëndet po, pasuri po, makinë po, shtëpi po, kritika nuk mjetohet. Na vin mesazhe wallahin dhe billahin nga djem 22, 23 vjet. Asnjë problem nuk e ka, vin mesazhe do të bëjmë vetvrasje. Pse? Se nuk ka arsye për të jetuar. Pse ndodh kjo? Për shkakun se ka monotoni në jetën e tij. Po nga vjen monotonia? Nga debelloku vjen monotonia. Normal se do të jesh monoton dhe do të kesh asnjë gjë interesant në jetën tënde, se vjen sabahi, çka të bëj? Hata pres akshamin vije. Vjen akshami, çka të bëj? Hata pres sabahin vije. Vjen sabahu tjetër dhe në këtë mënyrë nuk jetohet. Duke mendu se tër ditën ka flet, vjen mbrëmja nuk e zë gjumi. Pastaj kur nuk e zë gjumi në orë të vona, hin mendime negative. Kur hin mendime negative në dyshime, kush e merr dorë mendimin atij? E merr djalli i mallkuar. Çka e shtin djalli me mendu përveç se punë negative, përveç se punë të këqija dhe të dyshimta. Pastaj kur ngrihet mëngjesi smut, jam i smut nga xhinet, jam i smut, kam nevojë për rukje, kam nevojë për spital. Sot wallahin dhe billahin, askush nuk ka më shumë punë se sa njerëzit që merren me rukje. Pse ndodh kjo? Sot kjo nuk ndodh për arsye tjetër, po për faktin se boshllok, pa punë, dhe këtu nuk na i ka fajet askush. Pse qeveria ose pse ajo, ose pse kjo? Jo, le këto punë. Mos u mundo ti drejtosh punën në xhami. Mos u mundo ti drejtosh punën në shtet. Mos u mendo ti drejtosh punën që nuk përkasin ti. Sepse të tillët njerëz që flasin për punë të mëdha dhe akuzojnë njerëzit për punë të mëdha, me shku me i pa si ka shkarku drun, traktorin, shtëpi, ai ala si ka palu. E dru si ke palu. E shtëpi një dritë nuk të punon. 4 vjet, 5 vjet ke shku me ndru. E ta shka, neve na interesojnë punë më të mëdha. Andaj, jo rastësisht pejgamberi alayhis salam na thiri për punë. Jo rastësisht Kurani na motivon për punë. Jo rastësisht vëllezër të dashur, Islami drejtohet erdhi me punë. Jo rastësisht tek Allahu më i dashur është ai që është më i fortë se ai që është më i dobët. Jo rastësisht tek Allahu dora që jep është më e dashur se sa dora që merr. Krejt këto neve një gjë na e bëjnë të qartë. Ne duhet punojmë. Shumë e qartë dhe nuk duhet flejmë. Duhet merremi me veten dhe nuk duhet merremi me të tjerët. Dhe ne duhet ta ecim përpara këtë shoqëri, jo me debate, por me punë. Po me çfarë punë? Me atë punë që ta merr me nëse ke mundësi ta krysh. Lusë Allahu dhul xhelal që Allahu të na e bëjë të dashur punën në zemrat tona. Lusë Allahu dhul xhelal që Allahu të na e bëjë të qartë vëllezër të dashur. Se atë që Allahu në Kur'an na ka thirrë neve për punë të jetë pjesë e jetës tonë. Dhe për fund mos harroni. Allahu kur thret që ne dim xhami, kuptojini vlerën e madhe të punës. Kur thot Allahu që ne në momentin që e dëgjojmë ezanin që thret për namazin e xhumos, ne duhet vim të falemi në xhumo. Pas xhumoje çka? Pas xhumoje thot Allahu në Kur'an, jo unë, jo pejgamberi alayhis salam, Allahu në Kur'an thot, pasi të falni xhumosh, shpërndani përsëri, vazhdoni punën. Vazhdoni punën. Punë se vetëm këtë mënyrë ne mund të esim përpara. Allahu xhalleshanu na mundsot që të jemi nga njerëzit që më pak flasim, më shumë punojmë. Të jemi nga njerëzit të cilët veprojmë me punë dhe nuk lavdrohemi me punë, por lëm që veprat tona të tregojnë punën tonë. Lusë Allahu dhul xhelal që të jemi në shoqërinë e njerëzve që punojnë. Lusë Allahu dhul xhelal që të jemi prej njerëzve të cilët ju ndihmojmë dhe ju zgjatim dorën atyre që dëshirojnë të punojnë. Në këtë mënyrë të arrijmë kënaqësinë e Allahut, e Allahu dhul xhelal e lutim që si rezultati i arritjes së kënaqësisë së tij, Allahu të na kënaqë në këtë dunjë dhe si rezultati i arritjes së kënaqësisë në këtë dunjë, Allahu të na kënaqë nesër me xhenetet e tij.